Një spektakël i fuqishëm natyror ka mahnitur banorët dhe turistët në Siçili, pasi mali Etna ka shpërthyer sërish duke lëshuar rrjedha lave dhe duke ndriçuar qiellin me shkëndija të kuqe. Pamjet e regjistruara të hënën tregojnë lavën e nxehtë që rrithet nga shpatet e vulkanit më të madh në Evropë, duke krijuar një pamje dramatike në bregun lindor të ishullit italian. Sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë të Italisë, magma doli nga një krater aktiv në një lartësi prej rreth 3000 metrash mbi nivelin e detit. Etna, i vendosur pranë qytetit të Katanias në Siçilinë lindore, është një nga vulkanet më aktiv në botë dhe monitorohet vazhdimisht nga autoritetet shkencore. Departamenti Italian i Mbrojtjes Civile bëri të ditur se aktiviteti i tij zakonisht karakterizohet nga shpërthime periodike, rrjedhje llave dhe çlirime hiri vulkanik. Deri tani nuk janë raportuar dëme të mëdha nga ky episod i fundit, ndërsa autoritetet vijojnë të ndjekin situatën për të vlerësuar çdo ndryshim të mundshëm në aktivitetin e vulkanit. Etna ka një histori të gjatë shpërthimesh dhe prej shekujsh ka qenë një simbol natyror i Siçilisë, por njëkohësisht edhe një kujtesë e fuqisë së aktivitetit vulkanik në rajon. Pamjet e lavës që ndriçon natën vazhdojnë të tërheqin vëmendjen në mbar botën, duke treguar një nga fenomenet më spektakolare dhe më të frikshme të natyrës.